Flamurtari në basketbol për femra do të synojë të rëmbejë të hënën trofeun e parë të këtij sezoni dhe të sjellë në Vlorë Superkupën. Vajzat kampione udhëtojnë në transfertën e kryeqytetit për Superkupën e Shqipërisë kundër Tiranës. Takimi starton të hënën në orën 17 në Feti Borova. Këtë të diel skuadra i ka dhënë dorën e fundit përgatitjeve. Drejtuesja e klubit shumë sportësh Flamurtari, Elona Hasanaj, thekson se Flamurtari vjen nga një sezon i suksesshëm 2024-2025 dhe se objektivat janë të qarta. Të gjithë trofet përfshi edhe ata madhor, titullin kampion dhe ligën unike. Për Hasanaj, Superkupa do të jetë një gur prove për treguar se ku është ky Flamurtar. Vim nga një vit shumë i suksesshëm, si ishte viti 24-25. Jemi me objektivat të qarta, titullin kampion, ligën unike, filloj me Superkupën. Superkupa është edhe një gur prove për të parë ku jemi. Ekipi ka tashmë një muaj që stërviten bashkë. Ekipi është i ri, janë vajza të reja. Dëshira jonë është që si vjetë të fusim në lojë më shumë vajzat vlonjate. Por nuk duhet të lëmë pas dore titullin kampion, objektivin ton kryesor. Dhe mendoj që jemi në rrugën e duhur. Them që kemi një ekip shumë të mirë, Superkupa nesër do t'rregoj që jemi vërtet këta që mendojmë këtë punë që kemi bërë deri tani, apo do ketë vend për ndryshime. Mendoj që do vi me Superkupën nesër. Shefja shumë sportshit në Vlorë, Elona Hasanaj, thotë se edhe këtë sezon Tirana dhe Partizani mbeten rivalët kryesor për Flamurtarin. Flamurtari ka dy ekipe shekullore, që është Tirana dhe Partizani, dy ekipe konkurente, dy ekipe dinjitoze. Te Tirana përsëri këtë vit ka blerje të reja, Partizani po ashtu. Jemi përsëri si viti kaluar, jemi në garë me dy ekipe që janë edhe ato si ne për të njëjtin objektiv. I pari është titulli kampion. Mos të lëm pas dore ligën unike, që janë 3 ekipet më të mira kosovare, që edhe ato, duke menduar që aty është miratuar ligji i sporteve, kanë blerje shumë mira, edhe vjetë, kështu ishte, po ne me shpirtin e garës, me familjen që e kthyem Flamurtarin në një familje, treguam që i mposhtëm me dëshirë, me punë, me tifozat, me mbështetjen e bashkisë, me mbështetjen tuaj, me mbështetjen e të gjithëve. Hasanaj shpreh e kënaqur me Flamurtarin e këtij sezoni, ku ka parë angazhim maksimal nga vajzat gjatë stërvitjes. Kam për secilin pozicion vajza që do ta mbulojnë shumë mirë pjesën e tyre. Shpirti i Flamurtarit është fanella ajo që do ta bëjë ndryshimin. Mendoj që nesër pritshmëritë e mia do shkojnë atje ku duhet. Por Flamurtari këtë vit starton pa kapitenen Tea Memushi, e cila është në një pritje të ëmbël. Drejtuesja e klubit shumë sportësh Flamurtari, Elona Hasanaj, thotë se mezi e presin rikthimin e Memushit në parket. Kam edhe diçka tjetër, Flamurtari si vjet starton pa kapitenen. Ajo është një pritje të ëmbël, e urojmë më të mirën dhe mezi presim rikthimin e saj. Azia Anderson, për të tretin vit radhazi është pjesë e Flamurtarit. Ajo thekson se ndihet mjaft mirë dhe kërkon të sjellë të hënën Superkupën në Vlorë. Ndihem shumë mirë se këtë vit ekipin duket shumë mirë si vitin e kaluar. Shpresoj nesër do fitojmë. Po. Kjo është vitin 3 që unë duam me Flamurtari edhe e duam shumë vajzat në Flamurtari. Henderson flet edhe për gjuhën shqipe, që e ka mësuar me mësues, por edhe për djemt vlonjat. Me mësues, me ekipin, me gjithë. Për qenë gjuhën shqipe, e bukur. Po, është e bukur, është pak e vështirë, por është shumë e bukur, po. Të dashur, këtë dashur? Jo. Të ta gjenë shqiptar vlonjat? Ndoshta. Të përqenjë djemt vlonjat? Po, e bukur, por ato shumë janë shkutur. Po, të shkutur. Edhe për basketbolisten Brikena Muçenji, sezoni i kaluar ishte i suksesshëm, gjë që kërkojnë ta përsërisin edhe këtë vit. Ajo flet edhe për vajzat e huaja që janë bashkuar skuadrës. Ne jemi përgatitur shumë, prandaj dhe dëshira jonë për të fituar është akoma më e madhe. Superkupa është ndeshja e parë që ne do zhvillojmë, kështu që pse jo mos ta rëmbejmë kupën e parë për këtë kampionat. Ne kemi arritur që të bëjmë një ekip i cili do të vazhdoj që të rëmbej të gjitha kupat, pasi ne vim nga një vit shumë i suksesshëm dhe pse jo të ndodhe njëjta gjë edhe këtë vit.
pothuajse i gjithë ndryshe, vetëm 2 lojtare nga 10 janë, përveç pjesës e lojtareve shqiptare, po them për pjesën e lojtareve të huaja. Por goca duken shumë mirë fizikisht. Në radhë të parë ato janë vajza shumë të mira, shumë miqësore, të cilat ne na mbështesin dhe duket që këtu kanë ardhur vetëm për një objektiv. Izabel Demaj është një nga vajzat vlonjate të reja dhe me perspektiv. Ajo ka vlerësime për ekipin dhe premton Superkupën, por edhe të gjitha trofet. Mendoj që kemi krijuar një ekip shumë të mirë dhe këtë vit si gjithë vitet e tjera dhe patjetër që pretendojmë të fitojmë dhe Superkupën nesër me Tiranën, po pse jo të arrijmë të fitojmë gjithë kompeticionet që kemi përpara. Një ndeshje që do të jetë e vështirë, por jo e pamundur apo për ta sjellë Superkupën. Po, është e vështirë sepse dhe Tirana është një kundërshtar i fortë, por duke punuar në ekip dhe secila prej nesh të japi më të mirë në fushë, mendoj që do arrijmë të fitojmë. Vajzat vlonjate kërkojnë dominimin e ndeshjes së parë të këtij sezoni me Tiranën, për të rrëmbyer edhe kupën e parë të sezonit të ri sportiv të basketbollit, nga ndeshja që do të luhet në Feti Borova, e vlefshme për Superkupën e Shqipërisë.